Une personalisht e kam paralajmëru Erion Veliaj dhe i kam thonë pritë se do arrestohesh. Personalisht e kam thonë, tha prej nga e ke informacionin. Thash kënd del publikisht dhe ta shoj Baton Axhiu, thash dije që arrestin e ke gati. Thash ne, thash kështu vepron të dikur Sullo Gradeci, dilte në për blok dhe e shonte Mehmet Shehun, Kadria Zbiun edhe ata, dhe pastaj pas një javë i arrestonte Enver Hoxha. Këteja kam thonë i gjalla Erion Veliaj, mund të dëshmoj, mund të demantoj, dhe unë e kam marrë vesh arrestimin e tij me daljen publike të Baton Axhiut, sikurse që doli tash dhe po mundohet në një anë me mbrojt Belinda Ballukun e në një anë me e sulmu edhe Edi Ramën, prandaj po them që do të kemi zhvillime shumë interesante në Tiranë, brenda pak javëve. Çdo me thënë, çfarë do ndodhi thua ti? Do me thonë që Erion Veliaj e Belinda Balluku e gjithë e dinë që pa miratimin e mbretit nuk është bën asgjë në Shqipëri.